Në Facebookin e pyetje, a vlen pendimi kur kupton që i smutri kancerit? A vlen? Pendimi. Vlen pendimi. Në shkret, po. Edhe me shumë smutri kancerit, që e njësë më farë në zëllu në lopë dhe më shumë. Aleikum salam. Spare lusë Allahun Azza wa Jall që ta shëroj atë që ka kancer, që t'ja lehtësoj smundjen, por se këtu do të përmendi se pendimi do thot vlen deri në dy momente. E para kur djeli do të del prej perëndimit, do të linde prej perëndimit, dhe e dyta derisa shpirti s'ka ardhur nga gargara. Përderisa nuk janë këto dihade, pendimi vlen. Dhe se i themi ati vëlla, do të thotë kur nuk është vonë që mu pendu, dhe e dyta nuk është të thonë pse ka kancer dikush se dhe do të vdes. Ja, nuk është të thonë. Sepse Allahu Azza wa Jall, si thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ma anzala Allahu da'an illa nazala bihi ad-dawa. Thot Allahu Azza wa Jall nuk ka zbritur prej qiellit smundje, me të cilën smundje se ka zbritur edhe ilaçe. Që do me thonën, çdo smundje që është këtë dunjë, kur ka ardhur bashkë me ilaçe. Na smundjen e kemi gjetë, alo se kemi gjetë ilaçe. Smundjen e kemi gjetë, ama alo se kemi gjetë ilaçe. Smundja kancer deri para 60 viteve ka qenë smundje e panjohur, i ka thonë smundje keqe. S'kan ditë mi thonë kancer. Na shtash i themi kancer, i themi tumor, i themi mashkull, i themi femër, i themi pasiv, aktiv, radioaktiv, koj diçka une, çka dush, 100 terme kemi mësu, shash kam bet me a gjetë ilaç. Që do me thonë, në u kanë dash një 20-30 vet, 40 vet me gjetë smundjen. E shtash kur ta gjoj smundjen, fillon mu marti me atë smundje, me automatizëm të imponohet zbulimi edhe ilaçit. Që do me thonë, nuk do me thonë se çdo kush që ka kancer, edhe ka me vdek më njerë. Jo. Vdekjen e be Allahu Azza wa Jall, jo kanceri. Vdekjen e be Allahu subhanahu wa taala, e jo kanceri. Për këtë shkak do të thotë, nuk duhet mu demoralizu, nuk ban mu dëshpru, por se do me thonë të nxis që sa më shpejt me bo pendim për gabimet që i ke bo, jo pse ki kancer, por pse duhet me bo pendim. Pse duhet mu pendu tek Allahu Azza wa Jall, që sa më shpejt mu pendu, dhe me fillu me punë të mira, kurse e gjelin dhe vdekjen nuk e din askush përpas Allahut subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam.